Ideja e themelimit të radios ka qenë e kamotshme, edhe këtë ide e kemi bisedu me shumë miq, shumë herë, edhe njëjtë ka ndodhur edhe me Gentin, Gent Efendin, edhe me Fisin Deçanin, edhe si përfundim do thotë të vendosëm që të tretë bëhemi bashkë edhe të themelojmë këtë radio, që më vonë emrin ja lam Glam Radio. Glam Radio ka ardhur me idenë që të mos jetë një radio thjesht tradicionale, një radio e zakonshme si shumica prej atyre që ndodhen këtu ose në rajon të themi. Një radio që ndodhet diku në mes të Prishtinës apo në majë të Prishtinës ku ndodhemi ne, të mos ketë diçka të veçantë. Nisur edhe nga emri bashkë me dy themeluesit tjerë, me Fisin dhe Ardianin, e kemi nisur këtë projekt me idenë e fortë që të bëjmë një radio për njerëzit, që konkurrencë të vetme të kenë shijet e njerëzve, dëgjuesve, duke qenë gjithmonë në vimeta, duke qenë gjithmonë edhe duke u përshtatur atyre, sepse ky është edhe qëllimi tek e fundit i një radio. Glam Radio, apo anglisht Glam Radio, dhe ideja ishte që të krijojmë një radio globale, po që të jetë bazuar në Prishtinë, në Kosovë, dhe normal që përveç këtij aspekti global ta ketë edhe atë melmesën shqiptare, dhe në atë mënyrë do të bëhet një radio unike, radio që çdo shqiptar do të mund të mburret me këtë radio si medium. Normal që si pjesë e filozofisë tonë është që në këtë kohë kur jemi të bombarduar nga lajmet negative, nga ngjarjet negative në Kosovë, ne si medium, si radio të sjellim pozitivitet në shoqërinë tonë, edhe do thotë t'i bëjmë njerëzit të ndihen më mirë në bazë editore, që nga mëngjesi e deri në mbrëmje. Nuk është vetëm një pasion, ne kemi zgjedhur të jetojmë këtu dhe t'ju tregojmë shumë të rinjve të këtij vendi, të cilët e kanë ide ose kryefjale kanë ikën shpesh nga këtu, me që situata vitet e fundit nuk ka qenë natyrisht e favorshme për shumë prej të rinjve me dëshirë për perspektivë, dhe është krijuar kjo ideja më pas nga vetën e stafi i kësaj radio të re, që t'u japim njerëzve më tepër dashuri. T'ju tregojmë se Prishtina, që është kryeqyteti ynë, ka ngjyra dhe mund të ndërtohet bashkë me ne, duke ndërtuar një radio nisur nga asgjë, duke japur ngjyra, duke japur elemente të cilat nuk është se kushtojnë shumë, por na bën të ndjehemi mirë, na bën të duken mirë, dhe natyrisht na jep më tepër frymëzim dhe dëshirë për të bërë punë edhe më të madhe. Këtë synojmë ta bëjmë përmes programeve që i kemi inovative dhe shumë cilësore, edhe muzikës më të mirë, që është qoftë ajo ndërkombëtare, po edhe ajo shqipe. Po ashtu pjesë e filozofisë tonë është që të përkrajmë biznesin, e sidomos bizneset startup dhe prodhuesit vendor, njëkohësisht të përkrajmë edhe artistët e rinj dhe sportistët. Glam Radio synon që të frymëzoj njerëzit jo vetëm në bazë auditore, por t'u jap atyre më tepër, të themi, dashuri dhe më tepër shije për këngët, për lajmet e mira, lajmet pozitive, sepse këto do të jenë edhe kryefjalë e gjitha programeve tona. Gjithçka që flitet për gjërat e mira, për pozitive. Të këqija tashmë ne i kemi çdo ditë, dhe ideja e krijimit të kësaj radio është që me fuqinë që ka media të ju krijojmë njerëzve një hapësirë më pozitive, duke i bërë më pasqë, duke menduar të tillë në mënyrë më pozitive, duke qenë më optimist, edhe gjërat do të mund të vinë në drejtim të vet, në binare të vet, siç e thot populli. Kemi shkuar me idenë e One Man Studio. Muzika dhe ngjyrat kemi preferuar nga fillimi t'i kombinojmë me stilin e kësaj radioje, që është edhe më e guximshme, edhe më e veçantë. Kualiteti i zërit qysh në fillim është vrejtur dhe është i standardeve të fundit. Kemi partner dhe bashkëpunëtor disa nga DJ-t më të njohur të Evropës. Shumica programeve tona do të kenë muzikë të gjallë, ta themi kështu, për nga ritmi, do të ketë muzikë që vijnë nga emra të njohur të DJ-ve nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, dhe nga
mbar bota, të cilët sjellin ritme që mundohemi t'ua themi kështu në mënyrë figurative të përcjellin edhe ritmin e jetës së njerëzve në Prishtinë edhe kudo tjetër në Kosovë ku dëgjohemi. Mbi të gjitha ne kemi edhe një platformë online e cila do të vijë me aplikacion dhe me faqen me web faqen e cila sjell në vete edhe disa radio të tjera të cilat janë të destinuara për njerëz që pëlqejnë rryma të ndryshme muzikore. Përfundim, synimi jon është që të jemi shembull për të gjitha mediat, qoftë ato radio, apo televizion, apo dhe media të shkruara, dhe të ngrisim cilësinë në media. Faleminderit edhe ju uroj dëgjim të këndshëm edhe të qëndroni me ne të jeni pjesë e jona.